kuvendi është kuvendi shqiptarëve në radhë parë. Pavarësisht se kush e popullon aty, për fat keq me të gjitha mekanizmat që përdoren për të shkuar në kuvend. Po kuvendi është kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe duhet respektuar institucioni i gjithë shqiptarëve, edhe kryetari i kuvendit që është aty, edhe si thua etika në komunikimin, gjithçka tjetër. Unë një ndër si thua gjërat që më bezdis më shumë është që duhet vesh xhaketën. Unë xhaketën në përditshmërinë time nuk e kam veshur kurrë. Me fjalë, megjithatë unë duhet të respektoj etikën edhe të veshjes në këtë rast të institucionit. Dhe do të thoj edhe këtë gjë që në momentin kur ky institucion trajtohet nga kryeministri i vendit, vetëm e vetëm sepse ai ka shumicën e votave, pra ka 83 kartona aty që mund t'i ngrej, dhe trajtohet si të ishte thjesht një institucion që miraton fal shumicës së votave gjithçka që ai vendos ose paravendos, si thua, paraprakisht nëpër asamblet e Partisë Socialiste, është një dëm shumë i madh që i bëhet parlamentarizmit, sepse edhe ta thuash fjalën në kuvend, edhe të ngresh kritikën dhe të argumentosh kundër një ligji ose një padrejtësie që po i bëhet popullit, pavarësisht se ti nuk ke shumicën e votave për ta rrëzuar atë, është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme dhe këtë duhet të kuptojnë edhe qytetarët. Nuk është njësoj që një aferë korruptive ta denoncosh nga studiot televizive me ta denoncosh nga salla e kuvendit. Edhe formalisht është një kritik i cili ngelet në kohë, kritikë e cila si thua zë një vend më të madh. Dhe është, edhe një herë them, thelbi i parlamentarizmit. Është mënyra për ta vendosur qeverinë me shpatulla pas murit. Nëse ajo si hapësirë, ai si institucion nuk shfrytëzohet më tej nga opozita për të bërë pikërisht këtë gjë, por shfrytëzohet si arren boksi, çarrash me radhë, atëherë ka humbur funksionin e vet. Dhe roli i im në radhë parë, po i lëvizjes bashkë është pikërisht që të përfaqësoj popullin shqiptar brenda këtij institucioni në mënyrë më të mirë të mundshme.